Unë i këshilloj të gjithë personat cilët janë në prag ndarjes dhe i fillojnë këto shqetësime, që duhet patjetër të konsultohen me imam, të cilët kemi çuna vëllezër musliman që bëjnë rukje si në Tiranë, si në rrethet e tjera. Le të vend të këshillojnë me hoxhallar para se të ndahen, sepse shumica e rasteve është, domethënë çiftet ndahen për shkak të magjisë ndarjes. Dhe ata nuk e kuptojnë, thjesht e urrejnë njëri tjetrin, kanë ato simptoma të cilët unë kam theksuar në ligjërat e tjera dhe nuk janë në gjendje ta kuptojnë çka ata në vetvete se çfarë problemi, çfarë po ndodh me ata. Vetëm thjesht vazhdojnë urrëtia deri në ndarje, deri në divorcim dhe ata vetë se kuptojnë pse po ndahen. Kështu që duhet të këshillohen janë me ata hoxhallar që merren me rukje dhe mbas rukjes, ushtojnë rukje, ta vendosin pastaj. Nëse kanë problem social, megjithatë unë kur nuk do t'i këshilloja për ndarje, sepse ndarja është e fundit dhe normalisht e hidhron Allahu Azza wa Jall.